Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër, para se ta hani vezë në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nëse një moll në ditën tuaj mban doktorin larg, atëherë vezët janë gjithashtu jo kaq larg në koeficientet e tyre shëndetësor, pasi ato jo vetëm që i japin lëkurës suaj efekte të mrekullueshme dhe flokët i bëjnë plot shkëlqim, por gjithashtu veprojnë si nxitës i humorit. Ja arsyet pse vezët janë të mira për shëndetin dhe pse duhet i konsumoni çdo ditë sipas ekspertëve të Healthline. Fuqia e ushqyese me lëndë ushqyese esenciale, vitamina dhe minerale, vezët kombinojnë me disa vitamina që janë me përfitime të shumta. Këto përfshijnë vitaminën D, vitaminën A, vitaminën B2, vitaminën B12, biotin dhe folat. Këto janë gjithashtu të mira për imunitetin, kockat, madje edhe për ruajtjen e strukturës më të fortë të mineraleve të shëndetit të përgjithshëm. Proteinat që gjenden te veza janë me cilësi super të lartë. Vezët ndihmojnë në mirëmbajtjen e muskujve, riparimin e indeve dhe janë të pasur me 9 aminoacide të cilat gjenden në të verdhat e vezës dhe pjesën e bardhë të saj. Proteina e vezës në veçanti është e njohur për vlerat e saj të larta biologjike, e cila matet se sa më efikase të trupi ta përdorë një protein, ato gjithashtu treten lehtësisht dhe ofrojnë cilësi më të mira ngopse. Mbajnë stomakun plot. Sipas Deep Pack Pal, dietologe sportive e funksioneve Sense Clinic, vezët ndihmojnë në ruajtjen e peshës trupore dhe parandalojnë ngrënien e tepërt ose ngrënien e panevojshme të ushqimeve të padëshiruara, të cilat janë të dëmshme për shëndetin. Vezët janë gjithashtu kritike për reduktimin e urisë, e cila kufizon marrjen e ushqimeve. Disa ekspertë mjekësor gjithashtu e shtojnë vezën në dietën e tyre, sidomos edhe në ngrënien e ushqimeve të mbushura me gluten ose mbeturina. Shëndeti i lëkurës dhe i flokëve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Nëse dëshironi të keni një lëkurë më të butë, më rrezatuese, atëherë duhet të shtoni vezët në dietën tuaj. Flokët të lezetshëm dhe rritja e flokëve janë rezultate të tjera të mira të ngrënies së vezëve, pasi ato janë të mbushura me luteina dhe proteina, të cilat janë të dobishme për të mbajtur lagështinë dhe për të luftuar edhe shenjat e plakjes si rrullat, linjat e imta të lëkurës, lëkura e ashpër, madje edhe njollat me dëmtime nga dielli. Ato gjithashtu e bëjnë lëkurën më të ndritshme në pamje. Përveç kësaj, vezët i shtojnë volum flokut për shkak të pranisë së folatit, proteinave cilësore, gjithashtu biotinës, vitaminës A dhe vitaminës C. Të verdhat e vezëve kanë përfitime shtesë për shkak të pranisë së yndyrnave të shëndetshme, që çojnë në ushqim dhe hidratim të flokut. Vezët janë të pasur me kolin dhe me yndyrë të mirë omega 3. Pjesa më e mirë e vezës është ajo e bollshme me kolin dhe omega 3, dhe mund të konsumohet edhe nga të vegjëlit mbi 2 vjeç, dhe njerëzit të gjitha grup moshave. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore që kontribuojnë pozitivisht në shëndetin e syrit, në tru, në zemër dhe në sistemin tuaj nervor. Gjithashtu, vezët për gratë shtatzana janë një opsion fantastik për nxitjen e zhvillimit të fetusit, pasi ato luajnë një rol kritik në zhvillimin e trurit dhe funksionet njohëse. Përveç nxitjes së funksioneve të mira të mëlçisë, kolina është gjithashtu e dobishme për transportimin e kolesterolit dhe kontrollin e presionit të gjakut, ndërsa omega 3 gjithashtu ndihmon në përmirësimin e shëndetit të zemrës dhe redukton edhe inflamacionin. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të syve. Sipas mjekëve nutricionist, zeakanthina, zingu dhe luteina, lëndët ushqyese që gjenden me bollëk dhe perimet me gjethe jeshile janë gjithashtu edhe lëndë që gjenden te të verdhat të vezëve. Sipas ekspertëve mjekësor, ngrënia e vezëve mund të ndihmojë në parandalimin e degenerimit makular të lidhur kryesisht me moshën, për shkak se vezët janë të pasur me vitaminën A, vitaminën E, selen dhe acide yndyrore omega 3, të cilat gjithashtu promovojnë edhe shëndetin e syve. Ato janë veçanërisht të dobishme për çështje që lidhen me lehtësimin e përballueshëm dhe disponimin. Vezët gjithashtu mbështesin rikuperimin dhe ndërtimin e muskujve, ndërsa shtohet edhe ndaj ushqimeve të ndryshme. Megjithatë, kur konsumohet vezë është e rëndësishme t'i konsumoni atë në moderim dhe të siguroheni që të mos keni alergji ndaj vezëve.
në mënyrë që përfitimet e saj të jenë vërtet të larta në organizmin tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi shumë të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë, e cila do të japë rezultate të kënaqshme ushqyese në dobi të organizmit dhe sjelljen e rezultateve të mira ushqyese. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Sipas Bright Side, në këtë video do ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave të Health.com, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon në humbjen e peshës. Vezët janë të pasura me yndyra të shëndetshme. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira të cilat ndikojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të yndyrnave në gjak, insulinës dhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë shumë të pasura me proteina cilësore, element këto shumë të rëndësishëm në fuqizimin e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Pasurimi i dietës suaj me vezë të tilla gjithashtu do ju ndihmojë edhe në rritjen e cilësisë së proteinës. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit në ruajtjen dhe mundësinë e një strukture të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe nga verbëria. Do të keni sy më të shëndetshëm. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe gjithashtu sjell një strukturë më të mirë mbrojtëse në shëndetin e tyre. Është e rëndësishme që vezët t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese. Vezët e zjera mund të kombinohen gjithashtu në sallata, në patate, në pulë, në peshk, si element ushqimor i rëndësishëm i dietave tuaja, dhe sigurisht konsumi i tyre në formën e zjerë është një zgjidhje praktike me shumë përfitime ushqyese. Sigurisht ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera në dietën tuaj. Vezët e zjera janë një nga produktet më të mira të rëndësishme ushqyese. Duke ditur edhe rëndësinë e pasur që ato kanë, do të ndikojnë pozitivisht edhe në mbrojtjen e organizmit, edhe duke ofruar proteinë cilësore të shkëlqyer në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Vezët konsiderohen gjërësisht si një nga burimet e vlefshme të proteinës. Ato janë thelbësore edhe me bloqe ndërtuese për shëndetin dhe riparimin e muskujve dhe të indeve. Me një vezë në ditë gjithashtu do të merrni përfitimet e tyre unike. Avantazhi i fuqishëm i proteinave të vezëve lidhet me faktin se vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore, në sasi të mjaftueshme për të mbështetur rritjen e efekteve të muskujve, rrimë këmbur dhe mirëmbajtur shëndetin e përgjithshëm. Vezët përmirësojnë gjithashtu nivelin e kolesterolit të mirë. Vezët ndikojnë në rritjen e niveleve të lipoproteinave me dëndësi të lartë ose kolesterolit të mirë siç janë ato zakonisht. Dhe kjo për një arsye se vezët kanë gjetur edhe përfitime më të mira për shëndetin e zemrës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.